kam kërkuar në një mënyrë të drejtë për drejtë, jo indirekte, që të mos jem në listë hapur, sepse kam menduar ndjerë sikur gati do t'ishte një ofendim për mua, duke qenë një person me kaq eksperiencë gjatë politike, do t'jetë e mundur që të mund të dalë në krye të listës grave të paktën dhe ta fitojë edhe këtë betejë siç kanë fituar edhe të tjerët. Shohim. Por, paralel me këtë betejë, pra betejën në planin personal si kandidate për deputetët, ju jeni deputete, mandat ju vazhdon, po themi në këtë fushatë jeni kandidate, është dhe lufta për mandatin e 4 të Partisë Socialiste dhe të kandidatit për kryeministër të së njëjtës partisë zotit Rama. Çfarë do ishte ajo që bën diferencën? Pra çfarë do ishte kuintesenca, do në gjë më e rëndësishme se pse shqiptarët duhet t'ju votojnë dhe t'ju besojnë dhe një mandat të 4? Ka disa arsye. Arsyet janë në projektimin që Partia Socialiste i bën Shqipërisë të ardhmes. Ka një qëllim final në fund të 4-5 viteve të ardhshme që janë antarësimi i plot i Shqipërisë në familjen evropiane dhe kjo është një ëndër e jona e gjyshërve tanë, nuk mund të jetë një ëndër e fëmijëve tanë më. Antarësimi është në duke një fjalë thjesht, ndërkohë që është shumë çka, nuk është vetëm pasaport, është një injektim i madh parash në ekonomi, është një standardizim rrugësh, standardizim ushqimi, standardizim shkollash, standardizim shërbimi shëndetësor, standardizim dijesh, po të doni, në mënyrë të barabartë, edhe kjo besoj që do të japi një zhvillim cilësor të jashtëzakonshëm Shqipërisë, ndaj dhe votuesit duhet të jenë shumë të fokusuar tek projektimi që Partia Socialiste i ka bërë këtij rrugtimi të Shqipërisë. Sigurisht Shqipëria për të mbritur këtu, unë kam qenë gjithmonë e opinionit që ky është një rrugtim shumë më tepër politik se sa burokratik, pavarësisht se në dukje është shumë më tepër burokratik.